Neni 95, paragrafi 4 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës përcakton qartë se brenda 10 ditësh, Presidentja e Republikës emëron kandidatin tjetër sipas të njëjtës procedurë. Pra Kushtetuta nuk thot Presidentja mund të emërojë, por thot emëron kandidatin tjetër. Kam mandatuar zotin Glauk Konjufca kandidat tjetër për kryeministër. Askund në Kushtetut dhe askund në aktgjykimet e gjykatës kushtetuese nuk kërkohen garanci. Kërkohen gjasa. Pas dështimit të votimit të qeverisë me datën 26 tetor dhe dërgimit të vendimit të kuvendit në presidencë, kam ftuar partitë politike për konsultime lidhur me mandatarin tjetër brenda afatit të përcaktuar me Kushtetutë. Në atë takim, partia e parë ka deklaruar se synon të tentojë përsëri krijimin e qeverisë. Sikurse në atë takim, ashtu edhe në takimet e sotme që kam pasur me partitë e tjera të mëdha, më është bërë qartë se ato nuk do të sjellin emër tjetër për mandatar. Neni 95, paragrafi 4 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës përcakton qartë se brenda 10 ditësh, Presidentja e Republikës emëron kandidatin tjetër sipas të njëjtës procedurë. Pra Kushtetuta nuk thot Presidentja mund të emërojë, por thot emëron kandidatin tjetër në rast se dështon i pari. Kushtetuta nuk i lë hapësirë dhe as diskrecion kreut të shtetit për mos emërim të kandidatit të dytë, atëherë kur ka një propozim të tillë. Përkundrazi, gjuha e përdorur në Kushtetutë është obligative, pra e detyron presidentën e vendit që ta emërojë kandidatin e dytë. Një gjë e tillë është konfirmuar edhe nga praktika e gjykatës kushtetuese të Republikës së Kosovës, e cila në aktgjykimin në rastin KO 103/14 rithekson se, po citoj, Neni 95, paragrafi 4 i Kushtetutës, kërkon që të ketë kandidat tjetër për kryeministër. Kërkon që të ketë kandidat tjetër për kryeministër. Por e lë të hapur çështjen se cilës parti ose koalicion do të jepet mandati për të propozuar kandidatin për kryeministër. Pra diskrecioni i kreut të shtetit vjen në shprehje vetëm në rast se ka më shumë se një propozim. Në rast se më shumë se një parti kërkojnë që ta kenë mandatarin. Në rastin konkret, nuk kemi propozim tjetër nga një subjekt apo koalicion, përveç propozimit që ka ardhur nga partia e parë për të mandatuar zotin Glauk Konjufca. Rrjedhimisht sot, në përputhje me Kushtetutën, në përputhje me 3 aktgjykimet të gjykatës kushtetuese, kam mandatuar zotin Glauk Konjufca kandidat tjetër për kryeministër, ashtu siç qartë e kërkon dhe përcakton edhe Neni 95.4, por edhe vetë praktika e gjykatës kushtetuese. Mandatimi i zotit Konjufca është gjithashtu në përputhje me përgjegjësinë tjetër, të cilën gjykata kushtetuese ja ka dhënë presidentës në po të njëjtat aktgjykime. Respektivisht, përgjegjësinë që presidentja të ruajë stabilitetin e vendit duke shmangur zgjedhjet. Ky është një detyrim i përcaktuar nga gjykata kushtetuese. Askund në Kushtetut dhe askund në aktgjykimet e gjykatës kushtetuese nuk kërkohen garanci. Kërkohen gjasa. Dhe ka dallim shumë të madh mes garancës dhe gjasave. Garanca japet në kuvend, prandaj edhe kërkohen votat aty. Kurse gjasat ofrohen në zyrën time. Si kur të ishin 2 apo më shumë kandidat, atëherë detyrimi im është për të parë kush i ka nga ata gjasat më të mëdha. Lëvizja vetëvendosje dhe kandidati për kryeministër zoti Konjufca me cilin sapo e përfundova takimin kanë besim të plot që mund të arrijnë votat e nevojshme. Por kjo ju takon atyre. Ju takon atyre që t'i bëjnë votat. Mua më takon që të bindem që kanë gjasa. Dhe mua më kanë bindur që kanë gjasa.